Komuna e Prishtinës kishte premtuar se në pranverë ndërmarrjes trafiku urban do t'ju shtohen edhe 30 autobus të rinj, por për shkak të disa çështjeve procedurale, autobusët nuk do të qarkullojnë edhe për një kohë rrugëve të Prishtinës. Procesi i menaxhimit të autobusave është në proces prokurimit nga Vergji. Pritet më hap ofertat brenda ditëve në vijim. Më duket që ka pas një shtyrje, nuk kemi marrë ne me procesin e prokurimit, një shtyrje në afatet e pranimit të ofertave. Pritet më hap ofertat, pastaj janë faza tjera të vlerësimit, të kontraktimit, të zotimeve. Madje autobusët nuk priten të arrijnë as gjatë verës. Varet shumë prej ofertave, varet shumë prej numrit ofertave, varet shumë prej ofertave, përmbajtjes tyne teknike, përmbajtjes tyne financiare, përmbajtjes tyne të logjistike, të liferimit, nuk mundem me paraqyku asnjë gjë në lidhje me këtë proces. Njoftimi për blerjen e autobusëve të rinj, ndërmarrja trafiku urban e kishte publikuar me 13 shkort. Aktualisht trafiku urban ka vetëm 51 autobus, të cilët operojnë në 9 linja.